Shkugëza mbetet një ndër vendet më të preferuara për frekuentim, sidomos kur moti ngrohet. Edhe ecja mbetet një ndër faktorët më të rëndësishëm kur bëhet fjalë për ruajtjen e shëndetit fizik dhe psiqik. Kështu shpreh Agim Idrizi, njëri ndër qytetarët që po shijonte motin e mirë e ecjen sot. Ecja në natyrë, sidomos në këto ditë vere, pranvere të vëndshme, është mas po i përket shëndetit. Edhe çdo gjë tjetër pozitive, edhe psiqike, të më thonë, përveç fizikës. Mu për vetim ka mojt shkugëza. Ecet në aty pa marrë parasysh ku. Nuk është të thonë vetëm shkugës, por se ka edhe pika tjera gjakova që mujnë më vizitu. Duke qenë se 7 prilli shënon ditën botërore të shëndetit, Idrizi ftoi të gjithë qytetarët që ta frekuentojnë shkugëzën. Sot që ka dita e shëndetit dhe me këtë rast i ftoi qytetarët, ata që kanë mundësi edhe rinin sidomos më shumë, po edhe plesht penzionera së krune që ta frekuentojnë shkugëzën sepse është shumë afër dhe janë kushtet jashtëzakonisht mira. Edhe flladin e kanë. Teksa në ditën botërore të shëndetit rikujtohet rëndësia e kujdesit për trupin dhe mendjen, hapësira si shkugëza mbetën një mundësi ideale për aktivitet fizik dhe relaks, ku qytetarët përmes ecjes dhe qëndrimit në natyrë kontribuojnë në mirëqenien e tyre të përditshme.